murgjana ullëtar, sa ti hap Shqipon një krahet. Me të krajnë e dyna mujdojnë dhe refejnë të na, me sojnë troje tona po ti bashkoj. Mos të gjonë armi ku të ndonë, të bashkurin tirim për balë, po përbej në beste burin, po përbej, po në kongës dëmurin. Që me shekuj su gëzun e kur, sot atrazin me bashku dora doren me shemu, e një shqipja me lulluru. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalid dhe veteran të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, të nderuar pranishëm motra vëllezër, përfaqësues të subjekteve politike të institucioneve shtetërore, e nderuara e shumë e dashura në rrugë. Po drejton aty në emër të familjes Haradinaj, të nderuar bashkëluftar të Luan Haradinajt, General Selimi, Zoti Lladrovci, Rafet Rama, Ali Ahmeti, General Ramosh, Lahe, po dashme përmend gjithë me emra, po duan një përshëndetje në emër të juaj e një falënderim me bo për maturantat e deçanit që dje dhe sot e kanë bardhë një proces. Procesi i cili ka të bëjë me ndërimin për veprën dhe lavdinë e Ushtrisë Shëndetare të Kosovës për martirët e kombit për dëshmorët e Adelt. Nuk e marr përsipër me thonë diçka për Luanin, për shkak se është shumë vështirë për mua, mirë po du me parafrazu e po du me përshkruaj një ushtar të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës. Me një pushk në krah, e pa pas kur gjë tjetër me veti, po një anër tepër të madhe, një ideal tepër të madhe për lirinë e vendit e për pavarësinë e vendit, që me u bë shtet. Andaj, ky është ushtari i Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, ky është modeli i ushtarit të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, dhe këtë model e ka sjell një jetë, e ka pru një prej herojëve të kombit që kujtojmë sot, Luan Haradinaj. Juftoj gjithë ata që kanë me vendosë boqeta lurësh, të vendosin boqeta lurësh,
Mandej do bëjmë 1 minutë ndërim, e në ndërkohë do i drejtohet kësaj mase kryetari i shoqatës familjes dëshmorëve, zoti Xhavet Jasharaj, e po ashtu një veprimtar i burgosur politik, në nxënës për te që është birë i Ismail Haradinajt, Nasim Haradinaj. Joftoj me vendosë lula gjithë. Joftoj 1 minutë ndërim për herojnë e kombit Loan Haradinaj. Lavdi. Zoti Xhavet Jashari, ftoj për fjalë. E nderura Nana Ruk, me familjarët të dëshmorëve, nderuri General Ramush Haradinaj, me general dhe komandant tjerë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nderuri dhe shumë i respektuari Ali Ahmeti, nderuar prezent që jeni sot të kësaj betejë të lavdishme bashkëluftëtarë të Luhanit, nderuri kryetar i komunës Zoti Ramosaj, me kryetar tjerë të komunës, të respektuar matyrant, gjithë ju të pranishëm pa dallim, ish deputet, të respektuar të pranishëm. Unë po bëj përpjekje me 3 fjali, të them atë çka mendoj, për çka jemi mbledhur sot, kur kujtojmë Loanin dhe Ismail Haradinajn, kujtojmë veprimtar, kujtojmë atdhetar dhe krahas kujtimit i nderojmë për veprimtarin atdhetare që nuk e lanë të shuhet pishtarin drejt lirisë. Kur kujtojmë familjen Haradinaj, përveç përpjekjes, unë ju them që kjo familje nuk është vetëm e Glogjanit, nuk është vetëm e Duçanit, e Dugaxhinit, por është edhe e Prekazit, është edhe e Tiranës, është edhe Shkupit, dhe është familje e secilit shqiptar që sot e gëzon lirinë. Kur kujtojmë Loanin dhe betimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, i cili betim është ndërtuar mbi varrin e tij, e kem përpara gjithë historinë. E kem përpara gjithë luftrat dhe gjithë përpjekjet që e bë për me ardhur deri këtu. Veprimtar, atdhetar, luftar në periudhat ndryshme kohore të historisë tonë, që qëllim kanë pas lirinë, çlirimin dhe bashkimin e shqiptarëve. Dhe krejt në fund, kurdo dhe kudo që shkruhet historia reale e ngjarjeve që kanë ndodhur
në gjitha periudhat kohore të popullit dhe të kombit ton, mendoj se as nuk mund të shkruhet e as nuk mund të thuhet pa familjen Haradinaj. Lavdi Leonit, lavdi gjithë dëshmorëve kurdo dhe kudo që kanë rënë për lirinë e tokave të pushtura. Dhe me lejen tuaj, nëse më lejohet që mos dalim 2 herë këtu para mikrofonit, shoqata e familjeve të dëshmorëve në vlerësimet e saj sot ndan një mirënjohje për një veprimtar, për një luftar të devotshëm, i cili bën aktivitete në nderim dhe në respektim të luftës dhe dëshmorëve të kombit. Shoqata sot do ndaj një mirënjohje për komandantin e batalionit gardist Shkelzen Haradinaj, Abdyl Mushkolën, me motivacionin për veprimtarin, aktivitetet dhe luftën si luftar dhe si komandant i batalionit për lirin e tokave të pushtura shqiptare, në përputhje me betimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Eftojmë Abdylin që të pranojë me mirë. Dhe kisha dashur Abdyl që të shkojmë të në rrugë, të heroina e gjallë që bashkarisht të japim këtë mendim. Falënderit, e Xhavet. Letaruk, unë nuk thëmë qëndro. Letaruk, unë të ftoj që identiteti ytë të vazhdoj dhe tjetë shembull për gjithë ne, si shka që dhe sot, për tjetë edhe mesazh për nenat e reja që kanë dignitetin tënd, për përsërit edhe që kanë vetëm dignitetin tënd, të jenë model i djemve tanë që do të luftojnë për Kosovën e lirë, edhe është Zoti kur të mos i japin jetën, por nëse është nevoja të jenë të gatshëm edhe për atë sublim. Nderuar Ali Ahmeti, shok bashkëluftar të luftës, shok polic, gjithë, ndërimi i Abdylit sot na rri gjithë neve që kemi këtu prezent. E di se duhet me ia thy modestin, sepse modestia na ka kushtuar shumë. Prandaj e di se është thymje modestisë se flas për Leonin dhe flas për djemt e Haradinaj, por po thot diçka. Leonin e ke pas djalin më të qetë. Leonin e ke pas djalin më të respektueshëm. Leonin e ke pas person i cili kur ka hi dhe ka marrë detyrat kombëtare, na ka besu gjithëve me inercionin që ka pas dhe guximin dhe Leonit nuk i kanë mjaftu 24 orë. Leon Haradinaj është prej atyre njerëzve që 24 orë që ka dashur ta kthejë në 48 orë. Ishte lokomotiva gjithu që kesë, por Leon Haradinaj nuk u pajtu me atë, pra me atë 24 orë. Leon Haradinaj ka dashur që 24 orë ta kthejë në 48 orë dhe asnjëherë ku ka pru logjistik brenda nuk u kthy pa kryer edhe një aksion, që do thot i bjen ty fyshin e kohës e ka shfrytzuar maksimum. Leoni s'ka mujt me qenë tjetër, për desa është djali Bacmil, djali Dacruk, vllavi Shkelzenit, Ramushit, Leonit, i gjithë tjerëve, vllavi jam i Naimit, djali simbolik i Ismailit. Prandaj Leoni nuk ka bërë krenar vetëm familjen vet, ka kthy kufit e familjes, ka kthy kufit e fshatit. Prandaj Leoni sot është simboli i gjithë rezistencës kombëtare dhe bashkimit dhe unifikimit kombëtar. Leoni është një prej atyre të parëve që ishte goditja më e rëndë pas vrasjes së Adrianit, Hakifit, Edmondit, Zahirit, ishte goditja më e rëndë për UÇK-s. Por ishte edhe kushtrimi më i madh që ne të mobilizohem. Edhe pse shumë vështirë dhe krejt vonë mendzi e ke mujt me e barazu kontributin e tinaj. Prandaj edhe lavdi të gjithëve, lavdi të dëshmorëve, qoftë i përjetshëm kujtimi për ta, ju nxënës të jetë model i
luftësh për liri, sepse lufta është edhe vetë mësimi. Juve suksese mësime, respekte, lavdi e në respekt për gjithë. Për Bacën Smal që me kaldu ma shumë karrese, Baca Smal po thëmë kështu. Baca Smal sot që është i Vorrosit qëtu, sa po jem artu e në Vorros, jem të jënë rri Vorros, Baca Smal ka thonë se pej sotit të mas, unë menoj që s'kam nevoj më me jetë, sepse e kom po realizimin asaj që ka të nëjë. Por, mos harroni, Bacën Smal e ka nëru për te i bive të vetë, biologjik Nasimit, Naimit e Agronit, që ka nëru Bacën Smal janë Shkelzeni, Luani dhe Ramushi gjallë më shukë që është. Faleminderit, respekt. Faleminderit, Nasim, të nderuar të praneshëm, të nderuar familje dëshmorëve, invalid e veteran të Ushtrisë Shëndetare të Kosovës, përfaqësues të institucione politike, ju falenderoj, ju jam mirënjohës për sot. Ne në ora 12 e kemi ne aktivitet pranë shtatorës së Rojit Kombit Luani Haradinaj, ku do vendosin buqeta lulesh. Faleminderit shumë, lavdi e përjetshme të dëshmorëve të Kombit.